the Allahu Akbar? Pse the Allahu Akbar? Ti kushtot Allahu Akbar? Ata që presin kokat. Çfarë ke terrorist këtu? Po çfarë ke ardhur ti këtu? Po çfarë ke ardhur këtu? Po çfarë ke ardhur këtu, më fol? Ul djali. Ne krejt jemi shqiptar e para punës, para se të jemi musliman, edhe para se të jemi katolik, ortodoks, bektashi e çdo lloj feje tjetër, ne i përkasim shqiptarisë. Gjithë secili e ka gjithë drejtën e botës të përkasin një lloj feje të caktuar, ku ai ndihet më mirë dhe ku ai beson që është feja e dur. Po në fund ditës gjithë i përulemi dhe i falemi vetëm një të mallit Zot. Kisha respekt për ty kur isha aty mrena shumë, më dukeshe njëri shumë fisnik, shumë i lexuar, shumë i shkolluar. Po dish diçka. Allahu Akbar thonë vetëm ata që ja din kuptimin dhe peshën dhe rëndësinë e asaj fjale. Nuk thotë ai që prej kokën. Unë nuk e di se kush t'i ka mësu në Greqi ty aq vite to prerjet e kokave që na vëllezërit musliman themi dhe bëjmë. Por realisht për mu, me këtë gjë që ke thonë, ti jo artist i merituar, po je turp i kombit shqiptar. Ti je shqiptar i pa fe. Shqipëria dhe shqiptarët gjithmonë janë njoft dhe janë komplimentuar për tolerancën fetare që ne kemi mes vetë. Po ti je përçarës, ti je diskriminues dhe ti nuk je shqiptar.